Kuvendi duhet të jetë polici kujdestar i institucioneve që luftojnë korrupsionin, kështu vlerësojnë nga Instituti për Demokraci Societas Civilis, të cilët organizuan debat mbi temën një vit më vonë, deri ku është kuvendi në luftën kundër korrupsionit, në të cilën morën pjesë mes tjerash edhe deputet nga kuvendi. Për Snežana Kamilovskë nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, problem që përsëritet është edhe përdorimi i procedurës së shkurtuar nga ana e shumicës parlamentare. Ajo thotë se përmes kësaj mase deputetët votojnë ligje që janë në shërbim të një garniture të caktuar politike. Shton se në janar të vitit 2025 deputetët kanë propozuar 14 ligje dhe të gjitha i kanë miratuar me procedurë të shkurtuar. Februari 15 zakoni, 14 postkratës. Në shkurt 15 ligje, 14 me procedurë të shkurtuar, mars 24 ligje, 22 me procedurë të shkurtuar, prill 13 ligje, 9 me procedurë të shkurtuar. Kjo nënkupton se deputetët, respektivisht kuvendi në vazhdimsi, e shfrytëzon procedurën e shkurtuar që të sjell ligje, të cilat mund të thuhet se janë në shërbim të një garniture politike ose për apetite politike të një garniture të caktuar. Nuk duhet të habitemi me konstatimin e qytetarëve dhe raporti për perceptimin e korrupsionit nga viti 2023, ku 80% e qytetarëve mendojnë se deputetët janë ndër më të korruptuarit në vend. Misha Popović nga Societas Civilis thotë se për të ulur nivelin e korrupsionit, kuvendi duhet të organizojë debate mbikëqyrëse për secilën temë që e tangon shoqërinë e që lidhet me korrupsionin. Popović thotë se deputetët përfaqësojnë popullin dhe ata duhet të jenë kujdestar dhe duhet të japin llogari për atë se si dhe në çfarë mënyre funksionojnë institucionet në shtet. Për të përmirësuar gjendja, duhet të shojmë sa më shumë debate mbikëqyrëse. Thjesht detyra e kuvendit është që ajo të jetë polic, kujdestar në një farë mënyrë mbi të gjitha institucionet, sepse ata janë të zgjedhurit e popullit, ata që janë në atë vend i përfaqësojnë votuesit dhe kanë për obligim të mbajnë llogari për atë sa janë efektiv dhe sa punojnë institucionet. Sipas raportit për vlerësim të korrupsionit në Maqedoninë e Veriut të realizuar në vitin 2023, ka një ndërthurje të problemeve sociale dhe shoqërore në 5 vendet e para, kështu që pas korrupsionit qytetarët identifikojnë një stabilitetin politik, varfërinë, krimin dhe të ardhurat e ulta si problemet më të mëdha.